Sonte këtë sot mbushur plot me energji dhe entuziazëm, jemi mbledhur për një qëllim të madh, për ta ndryshuar të ardhmen e Vitis. Energjia e madhe që po e pranojmë sonte në këtë sallë është dëshmi se jemi këtu për të folur për punë, për shpresë dhe për të ardhmen që meritojmë. Ky nuk është një takim i zakonshëm politik, por është një takim zemrash i njerëzve që duan më shumë për komunën e tyre. Sepse kur bashkohet populli, asgjë s'mund ta ndalë ndryshimin. Të dashur qytetarë të Vitis, të nderuar aktivistë të lëvizjes vetëvendosje, i nderuari dhe shumë i respektuari kryeministër i Republikës së Kosovës, Albin Kurti. I nderuar kryetar në ardhje i komunës së Vitis, Dr. Arsim Ademi. Të nderuar përfaqësues të organizatave të dala nga lufta ushtrisë lirëtare të Kosovës, zonja dhe zotrin, të rinj e të reja të Vitis. Mirë se keni ardhur në këtë tupim madhështor, tupim të fitores së madhe të 12 tetorit. Pa humbur kohë, të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrin, ju ftoj që me duartërkitje të zjarta të presim në skenë kryeministrin e Republikës së Kosovës, Albin Kurti. Të dashur qytetarë të Vitis, faleminderit shumë për këtë mikpritje të përzemërt, e cila po e tregon qartë rezultatin e së dielës së 12 tetorit, kur kështu siç jemi bashkë, po edhe më shumë se kaq, do ta festojmë këtu në shesh në Viti fitoren e numrit 105 të lëvizjes vetëvendosje dhe të kryetarit ton e kryetarit Vitis të ardhshëm, kandidatit ton, Dr. Arsim Ademi. Mirë se ju gjejmë këtu në Vitin e maleve të Karadakut e Tanamrovës, në Vitin e shkollave të para shqipe në Stubull dhe në Pozharan, në Vitin e rezistencës të dëshmorëve të martirëve që ranë për ta mbrojtur këtë tokë, në Vitin e njerëzve të mirë të dijes e të punës. Gjatë këtij mandatit tonë qeverisës në Viti, qeveria qendrore ka realizuar investimet mëdha për qytetarët. I kemi mbështetur bujqit dhe fermerët me subvencione dhe grante, e kemi pasur edhe nga Vitia zëvendësministrin e bujqësisë Imrit Demelezin, i kemi mbështetur gratë dhe fëmijët me shtesa për lehona dhe për fëmijë, e kemi mbështetur punësimin e trive përmes programit Superpuna, duke u dhënë për 6 muaj të gjithë atyre që janë prej 18 dhe 29 vjeç
vlerën e pagës së re minimale 350 euro. Pastaj edhe kemi filluar shpronësimin përfundimtar të pronave për ndërtimin e kyçjes së Vitis në autostradën Arben Xhaferi, e ky është një projekt shumë i rëndësishëm për qytetarët e Vitis dhe për komunën tuaj. Vlera e tij është afër 3 milion euro. Vitia ka nevojë për shumë më tepër, e sidomos nga qeverisja lokale. Prandaj deri më 12 tetor ne kemi Arsim Ademin kandidat lëvizjes vetëvendosje për kryetar, e pastaj ju do ta keni kryetar të komunës Vitis. Ne e dim që këtu ka nevojë për ujë të pishëm, për trajtimin e ujrave të zeza, për rrugë, infrastrukturë, e cila e lidh qytetin me fshatrat, për shërbime të mira komunale, për menaxhim të mirë të mbeturinave dhe për projektet bujqësore. Në veçanti për ujin e pijes do ta zgjidhim këtë problem përmes digës së Firajës që e kemi në programin tonë qeveritar për mandatin e ardhshëm. Në Viti, me mua si kryeministër e me Arsim Ademin si kryetar komune, do të ketë sepse ka nevojë poliklinik specialistike. Të gjithë ju që keni kurreshtje se si do duket ajo poliklinik, nëse keni ndaj shokashoqe të njohura miljar në Llap, në Podujev, pyetni ata, ose shkoni edhe shihni vetë. Pajisjet teknologjike, moderne edhe ma të reja, se në QKUK dhe kësaj nuk ka nevojë më prej Llapit me ardhur në Prishtinë, njësoj nuk do të ketë nevojë prej Vitis me shku në Gjilana me ardhur në Prishtinë, sepse këtu do të jetë poliklinika specialistike. Qerdhet dhe shkollat do të pajisen me infrastrukturën e nevojshme, programi gjithditor do të fillojnë gjitha shkollat, do të ndërtohen salla sporti dhe qendra multifunksionale për trit, si dhe të funksionalizojmë teatrin e qytetit dhe grupet artistike me subvencione, e për Arsim ku ka më mirë se sa Arsimi. Arsim Ademi me të cilin unë kam bashkëpunim të shkëlqyshëm, sepse është zëvendësministër në qeverinë tonë për arsim, shkencë, teknologji dhe inovacion. Administrata komunale do të jetë efikase për shkak se do të digitalizohet, shërbimet do të jenë cilësore, do të ketë transparencë të gjitha proceseve në komunë dhe llogaridhënie të zyrtarëve komunal. Qytetarët do të jenë pjesëmarrës në vendimarrje, projektet do të buxhetohen edhe me pjesëmarrje nga qytetarët dhe vendet e punës do të hapen vetëm mbi baza profesionale. Pra, sipas meritës, jo sipas njoftësisë. Kush i vyn komunës e qytetarëve e jo dikush që shikon për interesat të ngushta private. Ajo periudhë merr fund me 12 tetor, sepse Arsimin e bëjmë kryetar e vetëvendosjen fituese. Kryetari i ardhshëm, Arsim Ademi, në Viti, do t'i ndërtoj 5 qerdhe të reja për fëmijë. Unë e di që këtu në Viti ju e keni një qerdhe para 50 vjetëve. E di që janë 2 qerdhe të adaptuara prej hapësirave ekzistuese shkollore, edhe njëra është duke u ndërtuar. Që të gjitha këto janë duke falendëruar qeverisjes qendrore ku zëvendësministër është Arsim Ademi. Dhe këto zotimet tona, këto premtimet tona që japim, këto nuk janë thjesht fjalë, sepse tashmë i kemi realizuar në komuna tjera ku kryetari është i hajrit. Konkretisht, në shtime, e kemi një tjetër doktor. Këtu është doktor Arsim Ademi, atje kemi doktor Qemal Aliun. Qemal Aliun shtime e ka gjetë veç një qerdhe. A dini sa qerdhe janë atje? 6.
edhe 5 ka shtu. Prej një qerdhe i ka po gjohë. Se sonte, pas të bimit në Kaçanek, jena në të bim shtime e para të bimit në Mati, në Prishtinë, se po mundohet me bo ditë 25 orë, se 24 i kohë. E pra, në shtime, e cila i ka rreth 24.000 banorë. Pra nuk i ka as 25.000 banorë. Ndërkohë që Vitia i ka mbi 36.000 banorë. Pra popullsisë Vitis, popullsisë Shtimës, du të mjashtu edhe 50% për me mri Vitin. Këtu asë një qerë dhe kryetari komunës, atje 5. A pe kuptoni dallimin? Nuk jemi veç të dhonë premtime, na jemi të tregu çka kemi bot tashmë dikun tjetër, le ta bojmë edhe këtu, vetëm që na duhet kryetar tjetër. Na duhet kryetar që ka vullnet, që ka dije, që ka ndershmëri dhe që besa e kena gjetë është Arsim Ademi. Investimet e tjera në programin qeverisës vetëvendosjes përfshin edhe rregullimin e tribunave dhe fushave stadiumit të klubit Vllaznis Ibrahim Kurteshi, restaurimin e objektit shkollës parë shqipe duke e kthyer në shkollë muze që ruan vlerën historike për gjeneratat e reja, revitalizimin e rrugës Klokot Pozheran Bibaj, projekt tashmë i buxhetuar nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, e që pa dyshim se do ta përmirësoj qarkullimin dhe lidhjet rajonale. Të dashur qytetarë të Vitis, ndryshimi dhe dallimi që Dr. Arsim Ademi dhe Lëvizja Vetëvendosje sjellin në Viti është ky. Projektet nisin, ecin dhe përfundojnë, ndërkaq investimet arrin të çdo qytetar dhe në çdo fshat. Vitia nuk duhet të mbetet më në duart e atyre që e lanë pas për dekada. Është koha për punë të ndershme, për përparim dhe bashkëpunim të drejtë për drejtë me qeverinë qendrore. Si kryeministri i Republikës duhet një kryetar komune i cili bashkëpunon, i cili sjell kërkesa e nuk bën ankesa, i cili sjell ide për projekte që plotësojnë nevojat e juja e jo që provojnë me bo opozitarizëm a rivalitet politik koti. Komuna nuk është për opozit, komuna është për bashkëpunim me qeverinë. Opozitarizmi bëhet në Kuvend Republikës atë. Atje ju tregojnë. Prandaj të dielën me 12 tetor kanë mbetur vetëm edhe 4 ditë. Ju vendosni të ardhmen e komunës për 4 vjet. Zgjidhni zhvillimin, investimet dhe bashkëpunimin. Ndryshimin e madh që ka ndodhur që nga viti 2021 në krejt Kosovën mos e leni pa ardhur edhe në Viti. Zgjidhni Arsim Ademin me numrin 105, zgjidhni Lëvizjen Vetëvendosje që punon dhe që ecën përpara. Vitiasit e dojnë Arsimin, Arsimi e dojnë Vitin, Arsimin e gjetëm këtu tek ju dhe le ta bëjmë të parin e komunës e kryetar të Vitis. Krejt në fund, pasi që ta votoni numrin 105 Lëvizja Vetëvendosje Arsim Ademi, i keni edhe 29 kandidat të tjerë. Prej numrit 2 deri në 30 votojnë njërin prej tyre sepse Arsim Ademi, kryetari i Vitis, i duhet edhe shumica solide në kuvendin komunal, ashtu që qëndrimet edhe projektet e tij të shndrojnë në vendime të komunës. E di që me non shkurt e keni pas Makollaj, i kemi rrumllaksu 10 veta prej 110 për parlament, tash është ma vështirë, duhet njonim prej 29, po edhe pse se cili është ma e mirë se tjetrit, gjithë kjene oferta ma e mirë për qytetarët e Vitis, dikush që jo ka ngruh më shumë zemrën, jo ka mbush më shumë mendin, rrumllaksoni, sepse përveç Arsim Ademit, kryetar komune, na duhet edhe shumica e vetëvendosjes në kuvendin komunal.
Të në viti e keni shumë kollaj, bile qaq kollaj sa s'ka ku shkon ma kollaj. I pari në rëndë është numërin 105 Arsim Ademi, këta tjertë dhe s'po shihen, besoj pa evrejre që s'po duken ma fërë. Në bajnë shikimin lartë, tek i pari në rallë, Arsim Ademi, lëvizjave të vendosje, votojmë bashkë me 12 tetor, fitojmë bashkë e festojmë bashkë. Urime! E tash e ftoj që të vije para jush, atë që është midis nesh, këtu në mes të radhës së parë të ngjitet në skenë kryetari i ardhshëm i komunës së Vitis, zëvendës ministri ynë, doktor Arsim Ademi. Nderuar kryeministër Kurti, faleminderit për praninë tuaj edhe këtë fjalëm kaq domethënëse për mbështetjen e pakursyer që na jepni çdo ditë. Faleminderit mbi të gjitha për gjithçka që keni bërë, po bëni për Republikën e Kosovës e për Vitin. Ju I keni dhënë politikës një dimension të ri ku keni dëshmuar se si shteti duhet kujdeset për qytetarin e I keni kthyer dinjitetin e munguar këtij vendi. Për mua është nder rrugtimi krajush e krah aktivistëve të shumë të gjithë. Të dashur qytetarë të Vitis, të nderuar aktivist, simpatizant të mbështetës të lëvizjes, kandidat për Asamblenë Komunale, ju musafir të nderuar nga organizatët dole për lufte e musafir të tjerë, mirë se erdhët sot në këtë tubim e këtë mbrëmje të bashkimit, të shpresës dhe të vendimit për ndryshimin e madh për Vitin. Sot në këtë sallë të shtëpisë së kulturës Kursele Bajram Sulimani, domethënë që mban emrin e dy herojve të mëdhenj të kësaj jane, ne nuk kemi mbledhur thjesht për një tubim elektoral, por jemi mbledhur për të ringjallur besimin në politikën e në institucionet komunale që I shërben qytetarit, që ndëgjon qytetarin dhe që ndryshon jetën e tij përmes punëve të mira të tij. Andaj sot këtu frymon energjia e një populli që ka vendosur të mos e pranojë nënshtrimin, të mos e pranojë padrejtësinë, ngjecjen dhe heshtjen. Vitinja nuk pranon të mbetet mbrapa, Vitis I ka ardhur koha për ndryshim. Ky është zëri I zemrës së këtij qyteti, ky është zëri I njerëzve që duan zhvillim, duan drejtësi dhe duan punë.
zëri atyre që nuk kërkojnë privilegje, por kërkojnë mundësi të barabarta. Vitia ka njerëz të ndershëm, punëtorë të mençur, ka fermerë që punojnë pa ndalur, ka mësues që japin dije me përkushtim e mjek që shërbejnë me nder e dinjitet, ka të rinj me plot ide e energji e që duan të ndërtojnë ëndrrën e tyre, jetën e tyre në këtë vend, e ka gratë guximshme që mbajnë mbi supe familjen dhe shpresën për të ardhmen, ka mërgjimtar që edhe pse larg mbajnë gjithmonë afër zemrës këtë vend dhe janë një shembull se si duhet ky vend i tyre. Dhe se si dashuria për vendin nuk shuhet kurrë. Faleminderit. Por fatkeqësisht ky zë për shumë kohë është anashkaluar, e andaj është koha që ai zë të dëgjohet fort e qartë, sikurse do të dëgjohet me 12 tetor. Kjo fushat, këto zgjedhje nuk janë thjesht zgjedhje për një njeri. Këto janë zgjedhje për secilin qytetar që kërkon drejtësi, transparent dhe zhvillim të vendit. Është për secilin shtëpi që pret ujë të pijshëm e pret mirëqenie, e secilit fshat që pret infrastrukturë cilësore, e secilit ri që pret punë, arsim cilësor e trajtim të dinjitetshëm. Si lëvizje dhe si qeverisë e ardhshme komunale, ne nuk premtojmë mrekulli. Ajo që ka premtojmë ne është përkushtimi, puna dhe përgjegjësia ndaj detyrës, sepse besojmë se ndryshimi nuk vjen thjesht nga fjalët, por ai vjen nga puna, nuk vjen nga premtimet boshe me kalimane, por nga veprimet. Ne besojmë se udhëheqja është përgjegjësi e jo privilegj, dhe se qeverisja është shërbim e jo interes. Andaj zotohemi edhe sot për një qeverisje të mirë dhe administratë efikase që për bazë do të ketë transparencën e plot ndaj qytetarit, bashkëpjesëmarrjen e qytetarëve në hartimin e projekteve ose në përgjedhje projekte, po edhe në buxhetimin për çdo lagje, për çdo fshat, konkurse të hapura për vende pune, ku përparim do të jetë përgatitja profesionale e jo baza partijake e grupeve tjera të interesit, trajnimet vazhdueshme për administratën e digitalizimi plot i kësaj administrate. Arsimin do ta përmirësojmë përmes rritjes së numrit të qerdheve. Kryeministri e tha, kemi thënë në programin tonë që do të jenë 5 qerdhe të reja, e ato do të jenë në fshatin Pozhëran, Smirë, Slatinë e Epër, Vërban dhe Skifteraj. Do të përmirësojmë kushtet në për gjitha shkollat, duke përmirësuar edhe duke ngritur laboratoret e ndryshme që janë të nevojshme për shkollat, duke i funksionalizuar ata. Do të fillojmë me mësimin tërditor, po që fillimisht do të krijojmë parakushtet e nevojshme, e që gjatë mësimit tërditor do të integrohet edhe sporti në shkolla dhe arti në shkolla si pjesë jashtë kurrikulare për këto shkolla. Do të vazhdojmë edhe me mbështetjen për sportin, e ku si fillim si prioritet do të jetë përfundimi i palestrës sportit në Ndrobesh që ka mbetur pa përfunduar, ndërtimi i tribunave, siç e tha kryeministri në Pozhëran e Sodovit Jerlive, rehabilitimi i fushave ekzistuese të sportit, po edhe ndërtimi i qendrës multifunksionale në Pozhëran që do të luajë rolin edhe shtëpisë kulturës, po një qendre ku sportistë artdashësit do të gjejnë vendin e tyre e veten e tyre në ato ambiente. Po ashtu,
do të funksionalizohet teatri i qytetit e mbështetja me subvencione për grupet artistike, shkollore e jashtëshkollore do të jetë prioriteti yni për të ngjallur jetën kulturore në Vitin. Mbrojtja e objekteve të trashëgimisë kulturore padyshim që do të jetë një tjetër synim i yni edhe një tjetër prioritet i yni, ku do të jenë prioritet shkollat e para shqipe në Stubull dhe në Pozhoran, e shtëpia e Kol Poshkut që tashmë s'ka filluar me u renovu, si dhe shtëpia spital në Stubull të poshtme të Therali. Shërbimet shëndetësore do të përmirësohen me poliklinikën që tashmë është premtim dhe kryeministrit, e cila do të ofroj kushte shumë të mira e shumë shërbime specialistike që tashmë i mungojnë Vitis. Ne do të angazhohemi që edhe qendrat e mjekësisë familjare, ambulantat e mjekësisë familjare në përfshotna të funksionalizohen dhe të ketë mjek vazhdimisht, e jo si në disa prej tyre që mjeku ose shkon me ka 2-3 orë në ditë ose nuk shkon fare gjatë javës. Do të rritet shërbimi për analiza, ku do të bëhet analizat edhe pas orës 15, ku zakonisht më nuk ka, do gjatë kohës emergjencës, do të funksionalizohen laboratorët në kuadër të poliklinikës, të cilat edhe do të ofrojnë shërbime shtesë ose analiza shtesë, pa kosto shtesë për qytetarët, e do të kemi edhe specializime ose do të kërkojmë specializime adekuate për ato profile ku nuk kemi, siç janë rasti me pediatrinë, epidemiologjinë, biokimin e radiologjinë, që ato ti mundësohen të ofrojnë shërbime nga këto specialistë qytetarëve tonë. Mirëqenia sociale do të jetë një tjetër fushë ku ne do të kemi angazhim të plot, për shkak se e dim sa e rëndësishme është mirëqenia atyre që kanë mas shumë të nevojë, e mbështetjet më njerëzshme për familjet nevojë, subvencionim të lindjeve për çiftet, ku lindja e parë do të subvencionohet me 100 euro e deri te e pesta që do të subvencionohet me 500 euro. Ndërtimi i banesave për banim të përballueshëm dhe social, e cila fatkeqësisht asnjëherë nuk është bërë kërkesë nga komuna, ne do të iniciojmë më njëherë kërkesën drejt qeverisë, në mënyrë që ajo të ndërtohet të jetë shërbim edhe të çifteve të reja që nuk kanë mundësi për me kriju vetë banimin, po edhe për rastet sociale të ndryshme, e kjo do të bëhet sapo të jemi në qeverisje. Sigurisht mbështetja nga i pensionistëve me smundje kronike e krijimi hapësirave të veçanta për të do të jetë edhe një synim e prioriteti ynë. Ky qytet, këtë fshatna, komuna e Vitis ka kohë që vuan prej mungesës së ujit pishëm, e në qeverisjen tonë këtë do të jetë një nga prioritetet sa i përket shërbimeve publike, ku synojmë që brenda mandatit të qeverisës të zgjidhim problemin e ujit pishëm, fillimisht përmes rritjes së kapaciteteve të ujit në letnicë të fabrika aktuale, e pastaj edhe përmes digës në Firoj që do të na mundsoj kemi çështje të mjaftueshme. Po sigurisht edhe për sistemin e ujitjes për fshatnat edhe bujqit e vyrt kësaj jone. Tjetër prioritet yni ose tjetër fokus do të ketë edhe mirëmbajtja e ambientit, po në veçantë trajtimi i ujrave të zeza dhe atyre atmosferik, ku do të synojmë shtrirjen e plotë të rrjetit nëpër gjitha fshatrat e gjitha lokalitetet dhe ndarjen e ujrave atmosferik prej atyre të ujrave të zeza, si dhe ngritja e impjantit kryesor për trajtimin e ujrave të zeza bashkë me kolektorët që do t'i dërgojnë ato. Sigurisht, një zgjidhje afashkurt është ngritja e impjanteve të vegjël ose në ato zona ku ky impjant ose nuk ka mundësi me pas qasje. Në kuadër të menaxhimit ose të mbrojtjes së ambientit do të jetë një menaxhim më i mirë mbeturinave. Ne synojmë që kompania që është aktuale për menaxhimin e mbeturinave të jetë komplet në menaxhimin e komunës, do të jetë kompani publike komunale.
për shkak se vetëm kështu sigurohemi që gjithë fokusi jonë dhe gjithë puna jonë nuk do të shkojë dam, edhe ne do të kemi menaxhim të plot ndaj kësaj kompanie. E caktimi I ambienteve për trajtim të mbeturinave inertë dhe atyre të kafshëve të ngordhura do të jetë një tjetër punë jona që do ta bëjmë 4 vjeçorin e ardhshëm. Zgjerimi I hapësirave të gjelbruar dhe krijimi I porçave në përfshatna do të bëhet gjatë 4 vjeçorit të ardhshëm e në kuadër të rujtjes ambientit të mbrojtjes së tokave tona bujqësore, pastrimi I lumenit dhe mbjellja e drënjeve për të parandaluar erozionin, po ashtu do të bëhet në vitet e ardhshme të qeverisjes tonë. Do të kemi një kujdes më të madh, një kujdes shtuar, po edhe një synim që edhe transporti publik që tash për tash është I pa organizuar dhe nuk është në menaxhimin e komunës, është krejt në dorën e kompanive private, të bëhet përmes kompanisë publike që do të organizojë oraret e rregullta dhe do të shtrijë në rrjetet e transportit publik në për të gjitha fshatnat, në mënyrë që edhe nxënësit, edhe punëtorët, po edhe studentët të kenë në vazhdimsi mundësi për të shërbyer përmes transportit publik. Kjo do të jetë një, jo vetëm një premtim, po një prej prioriteteve që do të E sa I përket planit urbanistik e infrastrukturës, rishikimi I planit urbanistik, rehabilitimi I rrugëve kryesore, në veçanti rruga Klokot Bibaj dhe rruga Viti Gërlic, e lidhja me kyçjen autostradë do të jenë prioritetet tona, po sigurisht edhe rrugë tjera lokale e rrugë të lagjeve, bashkë me rreth-rrotullimet aty ku janë të nevojshme, ku parashihet 13 rreth-rrotullime, po sigurisht edhe planifikimi I rrjetit të telekomunikacionit dhe energjisë, shtigje të reja për ciklistë, shtigje të reja për ose trotuare të reja për lëvizjen e lirë të banorëve, në veçanti të nxënësve dhe të moshuarve. Nuk do të lëmohesh edhe mbështetjen për bujqit e fermerët, për zhvillimin ekonomik të bizneseve të vogla, përmes subvencionimit të bujqve, në veçanti disa prej veprimtarive, siç është subvencionimi I qumshtit me 5 cent, po edhe pajisja ose furnizimi me makineri bujqësore, serra, subvencione ose mbështetje për ngritjen e pemishteve, e subvencionet e tjera, po sigurisht edhe investimin dhe lehtësira për biznes, promovimi I prodhimeve lokale në bashkëpunim edhe me mërgjimtarët tonë, me diasporën, po edhe menaxhimi I duhur I pyjeve dhe kursimi I energjisë që do të bëhet edhe përmes ngritjes ngrohtore së qytetit në komunën e Vitis. Këto janë disa prej prioriteteve tona ose disa prej pjesëve të programit tonë. Kjo është programi vetëvendosjes, po Vitia sot më shumë se kur ka nevojë për frymën e vetëvendosjes, frymën që bashkon e që I kthen qytetarit dinjitetin, frymën që nuk I shet parimet e veta për interesat ngushta, e ne jemi këtu pikërisht për të dhënë fund keq menaxhimit, padrejtësisë dhe stagnimit në komunën tonë. Ne jemi këtu për të hapur një faqe të re të historisë, një faqe që fillon me fjalën besim. Kjo është arsyeja pse ne jemi këtu për ta bërë Vitin komunë të drejtësisë, të punës dhe të dinjitetit. Komunë që I hap dyrë qytetarit, që dëgjon hallet e njerëzve e që punon për ta. E në këtë rrugë ne nuk jemi vetëm. Unë kam bashkë vetes ose krahas vetes 30 kandidatë për asamble, e që do të jenë shumica prej tyre asamblesë të ardhshëm e për cilët kam nevojë më shumë se kur, për shkak se vetëm bashkërisht këto ne mund të çojmë përpara projektet tona. Ata janë
Këta janë të dy gjinive, kemi 10 gra e 20 burra, po kemi edhe njerëz të profileve të ndryshme, njerëz të moshave të ndryshme, njerëz që kanë përvojë në aktivitete politike e të rinj që kanë ëndra e vizion për të ardhmen, janë njerëzit që me siguri do të ofrojnë shumë çka për komunën e Vitis e që presin bashkë me mua mbështetjen tuaj. Ne po ashtu kemi edhe mbështetjen e qeverisë Kosovës të vetë kryeministit Kurti, të cilët kanë dëshmuar se zhvillimi mund të bëhet bashkë me integritet, se dinjiteti kombëtar shkon bashkë me drejtësinë shoqërore dhe se shteti nuk është plashk, por është përgjegjësi apo amanet. Andaj të dashur qytetar, le t'ja bëjmë Vitis një nder, le ta bëjmë atë shembull të qeverisjes mirë, jo për interesat ngushta, po për të ardhmen tonë të përbashkët, jo për lavdi personale, po për të mirën e brezave që vinë pas nesh. Le ta bëjmë ndezur këtë frym deri me 12 tetor, kur Vitia do të zgjedh me mendje e zemër e me bindje të plot për ndryshimin e vërtet, për punë e për shpresë. Unë ju falenderoj të gjithëve për përkrojën dhe besimin, për dashurinë ndaj këtij vendi që keni treguar ndër vite, e ju ftoj që bashkë ta bëjmë Vitin të fitoj, bashkë me numrin 105 bëjmë ndryshimin e pandalshëm. Bashkë do të festoj me 12 tetor, jo vetëm këta që jemi këtu, po edhe shumë të tjerë do të na bashkohen në festën e mëdha. Faleminderit gjithëve.